Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 15. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, në një intervistë në Euronews gjatë qëndrimit të saj në Bruksel, u pyet rreth rrugës së Kosovës drejt BE-s dhe pengesat që ka. Ajo tha se rrugën e Kosovës drejt BE-s e përkeqësojnë komplikimet politike, sepse sipas Osman, Kosova do të kryesonte në rajon për t'u antarësuar në bllokun evropian. Më pas Osmani u pyet për reformat dhe se sa i ka dalë Kosova të përputhet me standardet e BE-s. Absolutisht, është fati ynë, është diçka për cilën kemi punuar për një kohë shumë të gjatë dhe edhe pse praktikisht kemi aplikuar vetëm disa vite më parë dhe shpresojmë që aplikimi ynë të jetë shumë shpejt në tryezën e shteteve anëtare të Këshillit. Në fakt, si identitet, si shtet, si komb, ne kemi kontribuar në vlerat mbi të cilat qëndron Bashkimi Evropian për shekuj me radhë. Prandaj, ne besojmë fuqishëm se ndonse është një proces shumë kompleks, nëse do të zbatohej kriteri bazuar në merit, Kosova realisht do të kishte qenë një nga vendet kryesuese deri tani. Por rasti ynë është më kompleks edhe për shkak të 5 vendeve mosnjose, për cilat ne shpresojmë sinqerisht se do ta kuptojnë se ta kenë Kosovën si anëtare të Unionit nuk është vetëm në dobi të qytetarëve të Kosovës, por është një imperativ strategjik, një imperativ sigurie për të gjithë kontinentin. Nëse shohim se çfarë thot vetë BE-ja për këtë përparim, Kosova aktualisht është 100% e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Çdo vendim i vetëm në këto fusha është plotësisht i harmonizuar, qoftë sanksionet kundër Rusisë apo kundër shtarëve të tjerë të botës perëndimore dhe asaj që përfaqëson BE-ja sot. Në aspektin e reformave të sundimit të ligjit, ne jemi një vend që kryesojmë dhe bazuar në indekse ndërkombëtare si Gallup International të publikuara së fundmi, Kosova aktualisht renditet e para në Evropë për sa i përket indeksit të sundimit të ligjit. Ajo kryeson të gjitha vendet evropiane dhe është e treta në botë për sa i përket luftimit të krimit dhe korrupsionit. Komisioni Evropian do të lëshoj tutje 50% të asistencës financiare për Kosovën në kuadër të procesit të heqjes së masave ndërshkuese. Kështu ka konfirmuar zëdhënësi i Komisionit Evropian. Pas transferit të rregullt dhe të qetë të pushtetit lokal në dhjetor 2025-ës, pas gjedhjeve të fundit lokale, ne do të lëshojmë tutje parafërsisht 50% të asistencës financiare në shumë prej rreth 216 milion eurosh, ka thënë ky zëdhënës. Kjo do të mundësoj në nënshkrimin e 4 projekteve që së bashku përbëjnë 34.6 milion euro të kontributeve të BE-s dhe të nisë implementimi. Po ashtu për të përmbyllur programimin e mbetur të fondeve IPA 3 që janë dedikuar Kosovës, thot mëtej i njëjti burim. Nga kjo 181 milion pritet të planifikohen për miratim nga Komisioni Evropian si vendim për financim në pranverë të vitit 2026 që do të mundësonte projektet e para të nisin në pjesën e 2 të vitit 2026. Në Komisionin Evropian nuk saktësojnë se kur dhe cilat do të hiqen. Qeveria në detyrë ka mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për heqjen edhe të 50% masave ndërshkuese në një përgjigje për Radio Televizioni 21. Këshilltari i zëvendës kryeministri në detyrë Klisman Kadiu tha se Kosova në vazhdimsi ka plotësuar kushtet e vendosura nga BE-ja dhe se nuk ka më asnjë arsye që masat mos hiqen krejtësisht. Kosova në vazhdimsi ka plotësuar kushtet e vendosura nga BE i fundit në lidhje me transferimin pushtetit lokal në 4 komunat në veri pas zgjedhjeve të 9 nëntorit, i cili ndodhi në mënyrë ligjore dhe të qetë, tha për Radio Televizioni 21 këshilltari i zëvendës kryeministri në detyrë Klisman Kadiu. Gjuhën e zbutur të zyrtarëve të vetëvendosjes karshi subjekteve të tjera politike, mediat dhe shoqëria civile e përdorur së fundmi. Lëvizja vetëvendosje po cilëson si një reflektim dhe se sipas zyrtarëve të lartë të tyre, përfshirë edhe kryetarin, gjuha fyese e përdorur më herët nga ta ishte gabim.
Megjithatë, këto deklarata nuk po i bindin partitë e tjera dhe njës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, lëvizja vetëvendosje tashmë ka nisur një strategji të re për të marrë votat e qytetarëve, të cilët janë të pavendosur se për kë do të votojnë më 28 dhjetor. Termat ofendues dhe denigrues si hajvan, njerëz të Serbisë bashkëpunëtor të lisës serbe, e të tjerë ishin të gabuar, thanë së fundmi dy zyrtarët më të lartë të lëvizjes vetëvendosje, kryetari i saj Albin Kurti dhe nënkryetari Glau Konjufca. Ndërkohë, gabim sipas tyre ishte edhe bojkotimi i mediave gjatë fushatës zgjedhore të nënshkurtit, gjë për të cilën janë bërë pishman dhe se premtuan që për fushatën e 28 dhjetorit të jenë më të pranishëm në studio televizive. Megjithatë, reflektimi dhe zbutja e gjuhës së dyshës së lëvizjes vetëvendosje Kurti Konjufca, analisti politik Afrim Kasolli po e shef vetëm si një strategji politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ekskluzivisht kemi të bëjmë me një taktik të pastër elektorale për për të ashtu performancën e tyre politike, për të grabitit sado që është e mundur një pjesë të trupit elektoral të Kosovës në funksion të qëllimeve të tyre politike, tek ajo pjesë e shoqërisë e cila nuk dëshiron të identifikohet me një gjuhë të këtillë që ka përdorur deri më tani lëvizja vetëvendosje, ndërkohë atë gjuhë po e përdorin eksponentë të tjerë për pjesën e tyre militanteske politike. Kosova hyri në një krizë politike e cila zgjati gjatë gjithë vitit dhe nuk prodhoi asgjë tjetër përveç zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Shkaktari kryesor i krizës u vlerësua të jetë gjuha e ashpër e përdorur nga lëvizja vetëvendosje dhe kryetari i saj menjëherë pas shpalljes së rezultateve zgjedhore. Ulëmtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Melos Kolçi thotë se gjuha e përdorur para dhe pas nënshkurtit e la Kosovën pa institucione gjatë vitit 2025 dhe se një gjë e tillë nuk duhet të përsëritet. Asnjë parti është jashtëzakonisht problematike që të arrijë që ta bëj shumicën e nevojshme në kuvend në legjislaturën e ardhshme e vetme, kështu që patjetër duhet ndonjë bashkëpunim dhe se bashkëpunimi duhet që të vijë në frymën e bashkëpunimit kolegial të mirë, profesional dhe me qëllim të mirë, e jo nga ai bashkëpunim pra nuk vjen nga gjuha fyese që mund ta kenë subjektet politike, për arsye që nëse në fushat përdoret gjuhë fyese ndaj një subjekti politik, atëherë nuk është logjike as morale që me të njëjtin subjekt politik të bësh koalicion. Lëvizja vetëvendosje përveç deklaratave të ashpra ndaj kundërshtarëve politik me gjuhë të ngjashme në jo pak raste, ju është drejtuar edhe mediave dhe shoqërisë civile, por edhe sistemi të drejtësisë, veçanërisht gjykatave dhe prokurorisë speciale, sa herë që këto të fundit merrnin vendime që nuk ju përshtatej atyre. Politologu Albinot Maloku tha se partitë politike gjatë fushatës 12 dhjetore duhet të shpalosin idetë e tyre për zhvillimin ekonomik, rikthimin e raporteve të mira me aleatët, sidomos me SBA-t, si dhe qëndrimet sa i përket procesit të dialogut në Bruksel. Sipas tij, vullneti politik për krijimin e një qeverie stabile është thelbësor për realizimin e programeve. Çka duhet të fokusohen subjektet politike në këtë garë? Përveç programeve të cilat i kanë subjektet politike dhe mund të bën shtesa ose reformime në këto programe të cilat janë prezantuar për zgjedhjet e nënshkurtit dhe për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, konsideroj që Republika e Kosovës të duhet përqendruar në çështjet që janë kruciale, të rëndësisë veçantë për qytetarët që ka të bëjë me çështjet e zhvillimit ekonomik, para së gjithash, jo lëmoshën, por zhvillimin ekonomik të vendit. Përqendrimi do duhet të ishte edhe te rikthimi i raporteve të mira me aleatët e sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat viteve të fundit sigur kanë filluar të shkërmoqen, ku kemi pas edhe kallëzues të drejtë për drejtë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për këto raporte të cenuara nga ana e ish-qeverisë së Kosovës, dhe çështja tjetër e cila kërkon sqarim është se çfarë qasje do të ketë Republika e Kosovës në raport me dialogun me Serbinë, posaçërisht me lehtësimin e pajtimit të ndodhur në Bruksel dhe më pastaj aneksin njohur në vitin 2023 nga qeveria Kurti. Pra janë këto të cilat mendoj që do duhet ishin matësi kryesor i orientimit të qytetarit për të votën me 28 dhjetor. Çdo pjesë në zoj që edhe qytetari nuk është se nuk është informuar për atë çfarë është bërë. Për brenda kësaj periudhe, këtë pjesën e bllokadës së shkaktuar me qëllim të mos formimit të institucioneve prej nënshkurtit vitit të rrjedhës.
Besoni që do të ketë një qeveri pas këtyre zgjedhjeve stabile që mund të zgjidhin këto çështje që përmendet? Kur flasëm për vullnetin politik, ky është thelbësor. Pra nëse ka vullnet politik, sidomos i pari që do del pas këtij procesi zgjedhor, kush do qoftë ai, konsideroj që Republikës Kosovës do të mund të jepnin një stabilitet politik duke ofruar një qeveri jo fragjile nga dy subjekte të fuqishme në vend dhe të cilat do të garantonin përveç se formimin e institucioneve të reja pas 28 dhjetorit, edhe çështjen cilën e pret Republikën e Kosovës që ka të bëjë me skadimin e mandatit të shefit aktual të shtetit. Dhe unë konsideroj që nëse do të ketë vullnet për një partneritet nga dy subjekte të fuqishme, dhe këtë po e them duke u nisur nga ato që janë nevojë, pra kemi të bëjmë me jetësimin e marrëveshjeve të ndodhura në Bruksel dhe në Ohër, kemi të bëjmë me rikthimin e raporteve të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çështja më thelbësore është zhvillimi ekonomik dhe stabilizimi ekonomik i ekonomive para se gjithashtu qytetarit të Republikës dhe pastaj edhe të vendit. Prokuroria dhe Policia e Kosovës po zhvilloi një aksion të gjerë në rajonin e Prishtinës për luftimin e shërbimeve ilegale të botoksit. Aksioni, siç ka njoftuar prokuroria, po zhvillohet në 15 lokacione. Aksioni ka për qëllim sekuestrimin e provave që dyshohet se kanë të bëjnë drejt për drejt me keq përdorim detyrës, ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore dhe tregti e ndaluar. Sipas dyshimeve, në këto lokale është ofruar shërbim estetik duke përdorur produktin medicinal botox, edhe pse sipas ligjit ofrimi i tij duhet bëhet vetëm nga personeli i certifikuar. Aksioni po mbështetet edhe nga Inspektorati Shëndetësor dhe ai i tregut. Gjykata Supreme ka njoftuar se ka anuluar vendimin për shkarkimin e ushtruesit të detyrës të kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi. Në komunikat thuhet se vendimi është i kundërligjshëm dhe lënda i është kthyer Këshillit Prokurorial në rishqyrtim dhe rivendosje. Pas shkarkimit, Kelmendi është ankuar në Supreme, ankesë cila sipas kësaj gjykate është e bazuar. Supremja thotë se përfundimi juridik i Këshillit Prokurorial të Kosovës nuk është i drejtë dhe i ligjshëm. Tutje thuhet se vendimi për shkarkimin e Kelmendit është i kundërligjshëm, arbitrar dhe i pabazë. Në gjykatën themelore në Prishtinë është ndërprerë seanca ndaj 3 akuzuarve lidhur me sulmin terrorist 24 shtatori 2023 në fshatin Banjës të Zveçanit, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović dhe Blagoje Spasojević. Gjykata do të provojë të sigurojë dëshminë e dëshmitarit Goran Tanevski përmes gjykatës së Shkupit. Në këtë seancë u pranua propozimi për dëgjimin e dëshmitarit Miloš Radosavljević, si dhe u vendos lexohet proces verbali i marrjes në pyetje të dëshmitares Dragana Antijević. Nga shkresat e lëndës rezulton se dëshmitari në fjalë nuk është paraqitur brenda afatit këtij ligjor nga ana e mbrojtjes, nuk ka pasur njoftim paraprak apo të rregullt procedural për ta njoftuar prokurorin lidhur me këtë dëshmitar. Propozimi është paraqitur me vonesë dhe pas një arsye duke mos respektuar këto afate ligjore. Gjithashtu, nga këto rrethona, mbrojtja nuk mund të përfitojë nga shkeljet e veta procedurale, ndërsa pranimi i këtij propozimi nga ana e gjykatës do ta cenonte parimin e barazisë së palëve në këtë procedurë. Aprovohet propozimi i prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, sepse i njëjti ka bazueshmëri ligjore, dëshmitarja Dragana Antonijević, edhe pse i është dërguar ftesa apo është bërë përpjekje që të sigurohet, e njëjta nuk gjendet në territorin e Republikës Kosovës, konkretisht gjendet në Republikën e Serbisë. Se kjo vrejtje PS-s nuk qëndron, sidomos nuk qëndron për shkak të faktit që dëshmitarët të cilët janë propozuar mund të japin dhe kanë dijeni të drejtë për drejtë dhe jo të drejtë për drejtë, pra me të cilën që mund të vërtetohet e vërteta në këtë çështje juridike. Dhe deklarata e dëshmitares Dragan Antonijević si provë plotësisht
jo relevant, posaçërisht sepse në asnjë pjesë nuk ka të bëjë me të mbrojturin tim. Derisa pritej shpallja e gjykimit ndaj ish shefit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë Driton Gashi, akuzuari për rastin Gylenistët, në seancën e sotme gjyqësore ndaj Gashit, trupi gjykues vendosi rihapjen e shqyrtimit gjyqësor. Prezent në seancë ishin prokurorja Habibe Salihu Shamolli dhe mbrojtësi i Gashit avokati Florent Latifaj, por mungoi akuzuari Driton Gashi. Kryetarja e trupit gjykues Violeta Namani deklaroi se me qëllim të grumbullimit provave dhe fakteve të tjera trupi gjykues ka marrë akt vendim për rihapjen e shqyrtimit gjyqësor. Trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit, në përfundim se konformimi 253 i kodit dhe procedurës penale, dhe akt vendim. Japët shqyrtimi gjyqësor në përgjithshme penale me qëllim të grumbullimit të provave fakteve tjera. Kjo bëhet me qëllim të rretëtimit të plot dhe të drejtë të gjendjes faktike në përgjithshme penale. Seanca ardhshme do të zatohet në moment kur bëhet sigurimi i provave materiale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se klinika e onkologjisë është shembull në Kosovë, por edhe në rajon. Ai pas përurimit të akseleratorit të tretë në vlerë prej 1.6 milion euro, shta se i njëjti mundson goditjen e tumorit me saktësi maksimale pa dëmtuar indet përreth. Po ashtu Kurti shtoi se klinika e onkologjisë tashmë ka edhe bunkerin me hapësirat përcjellëse në vlerë të gjithëmbarshme 2.7 milion euro. Drejtori klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi tha se vitet e fundit janë bërë investime madhore në klinikën e onkologjisë. Ministri i Detyrës Shëndetësisë Arben Vitia tha se në klinikën onkologjike nuk do të ketë më listat pritjes. Fillimisht është rritur numri i shtretërve, kanë qenë vetëm 45 shtretër, tash janë 110 shtretër. Pra kemi më shumë se 2 fishim të numrit të shtretërve, por arsyeja pse ndodhemi sot këtu është investimi në këtë bunker me hapësirat përcjellëse në vlerë të gjithëmbarshme prej 2.7 milion euro, përfundimi të cilit është bërë në një kohë rekord për vetëm 5 muaj. Që këto 5 vite vërtet kanë bërë investime madhore në klinikën e onkologjisë dhe ato shifën preken çdo ditë. Dhe kjo ka bërë që klinikën onkologjisë ta vënë në një pozitë shumë të mirë në kuptim të trajtimit të pacientëve me sundje malinje të tritorit dhe një nevojë kahmoqshme dhe domosdoshme për trajtim kualitativ. Jo vetëm kjo, por edhe shërbime tjera të cilët ne i kemi funksionalizuar në klinikë, duke filluar edhe për shërbimit të brain terapisë, edhe digitalizimit të klinikës onkologjisë, e cila hapmasapi po përmirësohet edhe më shumë. Nuk do të ketë fare më listat pritjes. Unë nuk mund të paramendoj një dhuratë më të mirë edhe për ministrinë, edhe për stafin, e sidomos për pacientët që kanë prit më herët, sesa një akselerator të tillë për fundin e vitit të ri. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.